Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri, përshëndetje për të gjithë ju miq të Pasdites. Takojmë së bashku edhe sot me edicionin më të ri të emisionit të Pasdites. Fillimisht do të prezantoj personalitetet e ftuar sot në studio, me cilët do flasim për një temë shumë të bukur. Kemi shumë të ri, shumë nxënës me cilët krenohemi dhe me sukseset e tyre, prandaj është këtu emisioni ynë dhe emisionet e tjera për t'i promovuar këta nxënës dhe sukseset e tyre dhe sigurisht për t'i motivuar që të punojnë edhe më shumë, edhe më fort arsimtarët apo profesorët e tyre. Sot të flasim për një tjetër sukses, janë garat të organizuara nga shkolla private Marif, ku kanë marrë pjesë shumë shkolla, nga 230 shkolla pjesëmarrëse nga 11 qytete të Maqedonisë së Veriut në lëndën e fizikës, nga shkollat fillore. Shkolla e Zhelinës, Luiz Gurakuqi, është shpallur si kampione apo kanë marrë vendin e parë. Dhe ne kemi nderin dhe kënaqësinë që për të folur për këtë temë, ti kemi të ftuar në emisionin ton vetë protagonistët apo pjesëmarrësit e këtyre garave dhe njëkohësisht arsimtarin e tyre që i ka përgatitur nxënësit për këto gara. Nder që të prezantoj përpara jush arsimtarin e fizikës, zotri Ali Osmani. Përshëndetje arsimtarë dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u jetën. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që na keni nderuar. Gjithashtu kemi dhe dy semimaturantet që e kanë marrë vendin e parë në këto gara, Albesa Rustemi dhe Anisa Alili. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që na keni nderuar në emisionin tonë. Ju përgëzojmë për çmimin të cilin e keni marrë dhe ju dëshirojmë shumë suksese. Atëherë arsimtarë, të fillojmë fillimisht me juve për të folur pak për biografinë tuaj. E është si tradicionale në emisionet tona, flasim pak për biografinë e të ftuarve. Po, quhem Ali Osmani, jam i lindur në vitin 1964 në fshatin Uzurbisht, komuna e Zhelinës. Shkollën fillore e kam kryer në fshatin Shemshov, shkollën e mesme e kam vazhduar në Tetovsh, gjimnazin e Tetovës, më vitet 80-83, ndërsa pas kryerjes së shërbimit ushtarak, vazhdova shkollën e lartë pedagogjike në Shkup, drejtimin fizik-kimi. Pas mbarimit të shkollës së lartë, u punësova për herë parë, mora ditarin në shkollën fillore, po atje ku e kam kryer edhe shkollën fillore, që do të thotë në shkollën e Shemshavës. Kjo ka qenë viti 1987. Për herë të parë marr ditarin dhe jap lëndën e arsimit muzikor. Një vit më vonë, mora ftesë nga shkolla Luiz Gurakuqi e Zhelinës që të jap lëndën e fizikës edhe atë me orar të plot. Prandaj u transferova në shkollën e Zhelinës më vitin 1989 në lëndën e fizikës. Mirë po, këtu shkolla e Zhelinës ngërthen në vete edhe dy shkolla tjera, si që janë Leshnica e Epër edhe Strëmnica. Ashtu që është dashur që unë të udhtoj. 3 ditë isha në shkollën qendrore në Zhelin dhe 2 ditë në shkollën në Strëmnicë periferike. Dhe kështu, në vitin 2000, një pjesë arsimtarëve u pensionuar para kohe. Atëherë u hap mundësia, pasi unë kisha kryer edhe lëndën e kimisë, u hap mundësia që në qendër në Zhelin të marr edhe orët nga lënda e kimia. Ashtu që tash prej atë vit e këndej mora vendimin si arsimtar i lëndës së fizikës dhe kimisë me orar të plot edhe atë në qendër në Zhelin, ku edhe sot e kësaj dite punoj dhe veproj. Faleminderit shumë për këtë biografi tuaj arsimtar. Të flasim pak edhe me nxënësit në lidhje me këtë projekt, me këto gara të organizuara. Albesa, mund na flasish pak për aktivitetet e ndërmarra nga fizicienët e ri? Pas informimit të arsimtarit për pjesëmarrje në gara në lëndën e fizikës, ne formuam grupin e nxënësve të cilët do të merrnin pjesë në këto gara, Albesa Rustemi dhe Anisa Alili, kurse i emëruam si fizicientët e rinj. Gjithashtu, ne zgjodhëm edhe koordinatorin e grupit, nxënësen Albesa Rustemi. Po, do të thënë kështu ka qenë aktivitetet që i keni ndërmarrë paraprakisht fizicientët e ri. Po Anisa, projekti ideor si ishte? Mund na flasish pak? Po, ne menjëherë pasi e krijuam grupin, duhet të jepnim ide për projektin të cilin do ta prezantonim në gara. Ideja duhet të ishte e kapshme, realizueshme dhe të plotësonte kriteret shkencore. Ne vendosëm që të ndërtojmë një elektromotor të thjeshtë, duke përdorur materialet e hudhura të cilat na ndodhin ambientin jetësor.
Po, ja e kemi edhe në sfond pra pikërisht këtë aktivitet, këtë projekt të cilin ju e keni ndërmarrë, të flasim edhe pak me Albesën për hartimin e projektit shkencor. Albesa, mund na flasësh pak më shumë në këtë drejtim? Pas përcaktimit të qëllimit të projektit, duhet të hartohej skema dhe plani i hulumtimit, gjithsesi fazat e zhvillimit të projektit. Projekti duhet të kishte karakter ekologjik dhe reciklues. Do me thënë të përfshinte 3 fazat e lartë përmendura. Të ishte projekt ekologjik, të kishte karakter reciklues dhe të kishte karakter ndërtues. Nga edhe rrjedh termi reciklojmë dhe ndërtojmë. Të flasim edhe pak me Anisën për rrjedhën e punës projektuese, pra si ka qenë rrjedha e punës për këtë projekt? Hapat e para ne i filluam në natyrë, afër një objekti i cili ishte një gjendje kaotike me një ambient shumë të ndotur, ne arritëm të gjejmë disa copëza metali, autoparlant të prishur, tel bakri, magnete e të tjerë. Të gjitha materialet të cilat i grumbulluam ishin të mjaftueshme për realizimin e projektit tonë. Kurse nga të dyja duhet të flasim pak për fitimin e produktit final. Fillimisht Albesa, si u bë fitimi i produktit final të këtij projekti? Faza e dytë e projektit do të realizohej në kabinetin e fizikës. Së pari morën fije bakri me dimensione të ndryshme, nga të cilët e ndërtuan pjesën e lëvizshme të elektromotorit, rotorin. Më pas i vendosëm magnetët dhe pjesën e palëvizshme të elektromotorit, gjithsesi statorin. Të dy anët i lidhëm me kapse dhe kështu elektromotori i thjesht filloi ta marrë formën e duhur. Veprimi i fundit ishte montimi i burimit të rrymës apo baterisë dhe kështu projekti jon e mori formën ashtu siç e kishim planifikuar. Faleminderit Anisa, mund na flasësh pak për produktin final? Nga ana tjetër, puna e grupit duhet të përcillej së afërmi. Pra çdo aktivitet i jonit të fotografohej dhe procesi i punës të ndiqej. Çdo veprim i yni u përpunua në kompjuter, ku u realizua edhe pjesa e prezantimit elektronik. Ne me sukses arritëm që ta përfundojmë pjesën teorike dhe praktike të projektit, e cila zgjati disa javë pune intenzive. Atëherë profesor, të flasim pak edhe me ju për ecurinë e aktiviteteve gjatë pjesëmarrjes, pra ditën kur janë mbajtur garat, si ka qenë ecuria e procesit? Po, këto gara në këtë vit të neve pak si na befasuan, jo në aspektin se nuk ishim të pregaditur, por në aspektin se ne të gjithë projektin, si që thanë edhe vetë nxënësit, e kishim planifiku dhe e kishim gati qysh një vjet më parë, që do thot ishim pregaditur për këtë garë. Mirë po, me faktin që garat nuk u mbajtën në atë kohë, edhe ne, t'ju them të drejtën, u dëshpruam pak, mëse shumë ti unë si arsimtari këtyre dy nxënësve të shkëlqyeshme, për shkak se mendoja se ndoshta do shkojnë nga shkolla, do të dalin, edhe nuk do të kenë mundësi ta prezantojnë këtë punë që e bën, siç thanë edhe vetë, që zgjati disa javë. Mirë po, fati do njëherë, thunë ato punëtorët, për herë, u ndihmon edhe i gjenë në kohë. Ashtu që me 20 maj të vitit 2025, ne murëm ftesë se do të organizohesh panajiri shkencor, i organizuar nga vetë shkolla Marif. Edhe atë ku duheshte të dalim me një projekt, i cili projekt do t'i kishtë të gjitha ato fazat e lartë përmendura, të cilët i numruan edhe nxënësit. Këtu qëllimi ka qenë se shumë projekte kishte, pam ditën kur ishim prezent. Mirë po, shumë pak kisht me qëllim karakter hulumtues, vëzhgues dhe grumbullimi i gjithë këtyre etapave, fazave në një video e cila është si përmbledhje të gjithë aktiviteteve që kanë bërë nxënësit. Për fat të keq, projekte të këtillë të organizuar në këtë mënyrë nuk kishte. Ashtu që ditën e parë të mbajtjes së garave, dikund ka ora 8, unë të buam në qendrën e Zhilinës, edhe unë nisëm për në shkollën private Marif. Së pari, për shkak se ne kishim përvojë, para 2 vite ishim atje në gara, edhe sa do pak i dishim si shkojnë rrethanat, dishim si është organizimi, çka vlerësohet, nuk ishte më hera e parë, edhe me nxënësit së pari shkuam
ngrëm ushqim pasi e disha unë se dita do t'jetë e vështirë dhe e gjatë. Pyetja do t'kemi kohë brenda asaj periudhe edhe njerë të ushqehemi. Pas saj ka ora 9 mbritëm në shkollën private Mariv, atje pam një rëmuj para hyrjes së shkollës ku të gjithë pritëshin të marrin numrat e tavolinave ku do të bëhet prezentimi. Edhe aty pam se diçka nuk është rregull, nuk është si para 2 vite. Edhe aty në ra në sy me njëherë se konkurenca do t'jetë ashpër dhe do t'ketë shumë projekte në bazë të interesimit që kishte. Kështu pas një gjysore, aty u vendosëm në sallën sportive aty edhe e zum vendin ku ishin nxënësit, i nxorën aparatura dhe veglat të cilën e kanë ndërtuar. Këtu, si thanë edhe këto, qëllimi ka qenë të ketë përfshirë 3 fazat dhe në fund nga këto 3 faze të del një produkt final. Faza e parë është ekologjik për shkak se çdo metal që është marrë nga rruga ndikon, pengon dhe ndot ambientin. Do të thotë aty kemi bërë ekologjik. E dyta, i marrë materialet e dëmtuara, e hudhura, të papërdorura në një farë mënyre i ripërtrim dhe i përdorëm për të ndërtuar aparaturën tonë ose elektromotorin e thjesht, si që quajtën vetë nxënësit. Përveç kësaj, pas grumbullimit të materialit, u del diçka nga jo, del në pahje. Në pahje ja fotoja si shifet aty, 2 elektromotorët në skaj, të cilët punojnë për fat mirë edhe kanë duke qartë se kanë magnete me dimensione të ndryshme, ku faza e hulumtimit më së shumti këtu ka qenë. Nëse ndrohet magneti, çka bëhet me rrotullimin? Për të rrotulluar një kuadër duhet të ketë edhe komutator. Mirë po, këtu ajo mungon. E si mund të rrotullojmë? Çka nëse i ndrojmë polet e burimit? Çka nëse vendojmë një bateri më të fuqishme? Dhe në bazë të gjithë këtyre ndryshimeve që i bëhen nxënësit, arritën në një konkluzion ku të shohin se kush nga kush varet, faktikisht arritën ta kurorëzojnë atë kulminacionin e hulumtimit dhe prezentimi ka qenë i hatashëm. Unë jam befasuar, të them drejtën. Komisioni për vlerësim që edhe më shumë na emocionoi, thash, janë krejt profesor, doktor profesor, të cilat japin në fakultetet të ndryshme në mbar Maqedoninë. Njëri prej tyre, edhe emrin do t'ja përmendi pasi është i lëndës së fizikës, Bashkim Ziberi, i cili ka qenë edhe kryesori për produktin ton final, mendoj edhe për lëndën e fizikës. Aty pam se pasi arsimtarët nuk i lënë të afrohen në afërsi kur bëhet prezentimi. Dhe nxënësit kanë shumë pak kohë. Vetëm 5 minuta. Çka do të thotë, pak fjalë, shumë punë duhet del në shesh. Edhe kështu, në pyetjen time pas kalimit të komisionit nxënësve, çka u thanë, a pat në ndonjë vërejtje, ata vetëm me gisht ma bën kështu në këtë formë. Edhe kjo më dha një shprehje se me siguri diçka do të del edhe nga kjo pjesëmarrje, por të them të drejtën, Ariana, as unë zbesova se të parin. Pasi shumë projekte kishte. Shumë, edhe atë që bishin sy shumë ma shumë se projekti jonë. Mirë po, për fat mirë, këtë radhë kemi pas edhe një koncept se si bëhet vlerësimi i projekteve. Komisioni që e shfrytëzonte për notim, kriteret. Ati shumë qartë dhe mirë thonte, projekti duhet të jetë, do të thotë njëherë praktik, i zbatueshëm, vetë nxënësit ta kishin punuar dhe tjetë për herë parë i demonstruar aty. Jo të kishte dikunde dhe tash të bëjmë kopjene. Këto ishin ato elemente që cilët me siguri komisioni i ka vlerësuar si shumë pozitiv, edhe ka dhënë ndoshta maksimum pikët. Kjo ishte sa i përket atë fazës së parë pjesëmarrjes të këtij projekti. Po ju vajza si e pritët komunikimin e rezultateve? Albesa si e pritet kumtimin e fitores? Momenti kur e dëgjova emrin tim për vendin e parë ishte i paharrueshëm, sepse ne kishim shpresa për vendin e dytë ose të tretë, por jo për të parin. Kisha përzierje emocionesh edhe gëzim, po edhe frikë.
Dhe shpresoj se çdo nxënës ta përjetoj këtë moment. Po, Anisa? Kur u lexua vendi i tretë, vendi i dytë, nuk ishin emrat tonë, menjëherë fillova të dyshoj, nuk e pritja vendin e parë. Kur erdhi koha të thuaj vendi i parë dhe dëgjova emrat tonë, më duke sikur nuk ishte e vërtetë, ishte një ndjenjë e papërshkrueshme. Si u bë sponsorizimi i këtij projekti, profesor? Para se të kaloj në sponsorizimin, edhe disa fjalë të ndihmojnë nxënësve pak, aty te promovimi për fituesit, para mendoni katedra ku u bë ndarje e çmimeve ishte dikun të 400 nxënës pjesëmarrës kanë qenë, edhe 80 mentor mbarë në Maqedonisë së Veriut. Ashtu që nuk kish vend, besoni, unë kam qenë vetëm në një ulse, a nxënësit kanë ditë në shkallë. Nuk kishte vend. Të gjithë këta të duar trokitin nxënësit tonë, ishtë një emocion edhe për mu i papërshkrueshëm, edhe me të vërtet u kam lakmi këtyre dy vajzëve të mia, të cilët na krenuan me këtë rezultat. Sa i përket financimit, në këto gara, më interesante ka qenë se ne kur u paraqitëm në fillim, ata të gjithë më na njihshin si shkollë, pasi kishim një farë rangimi aty, për shkak se para 2 vite ishim të parë. Edhe, ju jeni ato që ishi para 2 vjetë, ju këshu, ashtu, tash të mbrojsh vendin e parë, më duk më vështirë se sa të marrësh vendin e parë. Sigurisht, po. Edhe kjo më shtyri që me të vërtet ky gëzim, ky emocion të jetë një kulminacion pak më të lartë, edhe me të vërtet shumë krenar unë jetëm. Sa i përket anës financiare, ne dim si janë shkollat tona. Për fat të keq, politikanët tonë shpesh herë për qëllimit të tyre përdorin fjalë të mira për arsimin. Para zgjedhor kur nisin fushatat. Sa i përket financimit, besoni as para 2 viteve, as këtë vjet ende nuk kemi marrë as një të hollë nga shkolla. Përveç se nxënësve nga drejtoria e shkollës u është dhuruar tablet, si ndim, unë bashkë me shokët e mi, të buam një shumë të hollave dhe unë dajtëm ka një 3.000 denar nxënësve si motiv, stimul, jo vetëm për këta, po edhe për ata të cilët vitin e ardhshëm do të na vinë, se ne duhet kemi edhe vitin e ardhshëm do të ketë gara, do të kemi nxënës tjerë. Nga komuna, për momentin deri tash jo, ndërsa nxënësit që ishin para 2 vjetëve, kur i kishte dita e komunës, kur ishte i thirrën të gjithë, edhe u dhan nga një mirënjohje bashkë me mu. Anën tjetër financiare, dikun të 200 euro ka qenë harxhime, se këto veglat krejt kushtojnë, ne i kemi sponsorua vetë, bashkë me ndonjë kolegë ose shok, bile një pjesë të hollave të cilët mi kanë ofruar si ndim, unë ato nuk i kam bajt, u a kam shpërnda në nxënësve të mi. Shpresoj inshallah edhe në vitet tjera të mundohemi maksimalisht që t'i përkrahim, pasi kemi ardhmërinë tonë parasyve edhe duhet të shohim. Mirë, po të themi drejtën nuk mjafton kjo. Sigurisht. Të jesh i pari në Maqedoni në lëndën e fizikës, edhe t'jesh përsdyti, kampion, edhe mos marrësh një dhuratë që me të vërtet ketë një çmim vlefshëm. Më së paku për ata gjenerata që do të vinë që t'jetë faktor nxitës, është pak dëshpëruese, edhe mendoj se nuk është kot që e kemi arsimin në këtë gjendje. Cila ka qenë johona e komentuesve, komenteve, urimeve për këtë fitore, për këtë sukses? Po shifni, me njëherë pas shpalljes së rezultateve, neve pak na zunë si në hap, po të them ashtu, për shkak se u dëshpëruam pas, si të thanë edhe nxënësit, pas leximit të 2 vendeve të para, edhe të tretë dhe të dyta. Edhe nuk kishim ma shpresë, bile në gjatë të incizimit që bësha unë, dëgjohet zëri im ku thëm se si duket vajza këtë rend nuk do të ketë diçka për ne. Mirë po kur u lezua emri jonë, me të vërtet u befasuam, ishim shumë të kënaqur, edhe ju e dini vetë si funksionon rjeti social sot.
vajzën nga njëra anë, unë nga njëra anë, me një lajm të thjesht në shkollë apo dikund, edhe nisi bumi i madh i mesazheve, klikimeve, fjalëve miradije, të gjitha ata të shamirët të cilët e duan arsimin, duan t'i ndihmojnë në ndonjë mënyrë, pasi edhe kjo është një ndihmë. T'ju them të drejtën, mbi 1500 klikime kemi pas, ku unë prej këtu publikisht para të gjithë spektatorëve tuaj u kërkoj ndjes që nuk kam mund t'u akthej ndoshta me ndonjë fjalë për shkak të numrit të madh, edhe këtu para jush i falenderoj përzemërsisht. Gjatë leximit të komenteve pash shumë fjalë miradije sa që mendojsha vallë, a janë këto nxënësit tonë, a jam unë ai. Bile disa nga komentet su thjesht i keni para. Dhe mund t'i lexojmë disa prej tyre. Profesor Doktor Sheval Memishi thotë që ideja, kreativiteti dhe metodologjia e sidomos mënyra e aplikimit i bëjnë këto mini projekte modele të së ardhmes shkencore, respekt arsimtari Ali dhe ju lumt nxënësve për këtë projekt shkencor të ekselencës. Profesor Pajazit Idrizi, urime Ali, as nuk mund të ishte ndryshe prej teje sepse je i suksesit. Përgjegjësi i arsimit të komunës së Zhelinës janë një shembull suksesi që e përgëzojmë dhe na bën krenar. Arsimtari Ali Osmani është shembull që duhet ndjekur edhe nga të tjerët. Eduan Uzairi, jurist, në mesin e 230 shkollave në gara republikane në lëndën e fizikës, është mburje dhe krenari për shkollën e Zhelinës, që nxënësi ynë të marrë vendin e parë në udhëheqjen e arsimtarit Ali Osmani. Urime dhe krenohemi që të kemi mësues. Driton Jusufi, si që thoshin pleqët, dikur jo mësues, por mësues e gjys. E kemi pasur mësuesin Ali, edukator, arsimtari, kompletuar, ju uroj shëndet dhe suksese. Hefezat Dervishi, profesor, puna, herët avon pa tjetër që jep rezultate, urime për fitoret. Ndërka që kemi dhe disa komentet të tjera, kontributi juaj ndër vite i nderuar kolegë vazhdimisht po jep rezultate në gara të ndryshme dhe jo vetëm, por dhe njëherë sensibilizon gjeneratat e reja që po kyçen në këtë profesion. E radhës, kuadër i dëshmuar, gëzuar sukseset. Gjithashtu ka edhe disa komente të tjera, por unë duke isha përzgjedhur të lexoj disa komente të mjekëve, të cilët nuk veprojnë në vendin ton. Doktor nderim Ali, e si të mos ndjehem krenar me të, kur që nga vitet e 90-ta nuk kalon të gjysmë vjetor dhe viti plot shkollor, pa çmime të fituara në rangje kombëtare dhe ndërkombëtare. E njëjta vazhdon edhe më sot me këta nxënës në këtë vit. Respekti i nderuar profesor. Pastaj Armend Xhaferi, gjithashtu doktor, mësuesi Ali është një ndër pinjollët e arsimit, konkretisht fizicient në komunën e Zhelinës, i cili në duart e tij ka nxjerrë shumë gjenerata të suksesshme, ku një ndër ta kam qenë edhe unë. Ky sukses është juaj, s'është as i ndonjë subjekti politik, por ju jeni meritor për kuadrot që dalin nga bankat e juaja. Pra ishin shumë komente pozitive, shumë të bukura. Si pritet këto komente? Janë komente të cilat edhe si thash edhe më parë, tash njeriu fillon të dyshoj, a është ai njeri ose nuk është ai njeri, edhe më vin shumë mirë për shkak se janë edhe nga njerëz të cilët e njohin profesionin dhe janë, si them, kryesorët për situatën, për gjendjen e arsimit. Për fat të keq nuk kanë ndikim pasi nuk i pyet askush. Edhe me të vërtet jam krenar me këto gjithë nxënësit, shokët, kolegët, profesorët e nderuar. Aty ka edhe për shembull profesori i fizikës Hafezat Dervishi, i cili po ashtu ka komentuar. Edhe me të vërtet është kënaqësi për mua, i falenderoj nga zemra edhe të gjithë ata që nuk keni mund t'i lexoni. Dhe është Zoti se do t'i shpërblem edhe me ndonjë vend inshallah në vitet e ardhme. Cilat janë planet që i keni për të ardhmen, arsimtarët, që se përmendet të ardhmen? Po planet për të ardhmen, unë si ide për shkak se koha e pensionimit po afrohet, kam dikund edhe 3 vite për punë, desha të formoj një shoqat të fizicienëve, për shkak se ju siç e dini edhe ju, lënda e fizikës është shumë lëndë deficitare, dhe shumë kuadro na mungojnë për momentin, edhe si që kam informata, edhe në fakultetet shumë pak regjistrohen, edhe ndërkohë deri sa të mbarojnë numri i tyre ende po zvoglohet, duar në këtë formë
aq sa ka mundësi të shtyt, të ndihmoj, të inicoj, si pak sa do që ndikojmë që gjeneratat e ardhshme të regjistrohen në për këto fakultetet edhe të kryen punë. Tash është e vërtetë se shteti ka disa benefice në kohën e fundit. Mirë po ndonjëherë thot dhurata të cila e jepet pas kalimit të kohës është e vonshme. Për shembull, ne kemi fshatin Leshnice e Epër. Atje një kohë s'ka pas as rrugë, as shkollë si duhet, por ka pas numër të madh nxënësh. Sot kemi shkolla shumë e bukur, e re, me nxemje qendrore, rrugë të mira, për fat keq nuk kemi njerëz, dikund gjithsej 6-7 nxënës. Edhe në lëndën e fizikës, po mos flasim edhe për lëndët tjerë, shkencat natyrore që janë, e njëjta gjë është. Shumë vonë kanë nis t'japin ndihma, për shembull të bëjnë lehtësime, qoftë për punësime, qoftë për shkollime, për shembull tash sa e kam dëgjuar e kanë shkollimin falas, plus banën një farë lloj burse dikund 18.000 denara, sa është ajo mujore. Mirë po si duket këtu shteti dhe Ministria e Arsimit është vënuar shumë edhe për atë këtë situatë e kemi në këtë gjendje. Për fat keq, arsimi për momentin në Maqedoni, jo se unë jam një shpikës, po nga ajo që e shohim dhe çdo ditë që ballafaqohemi, është në një mëkat, si të themi, në një rënje të lirë në aspektin fizik. Çfarë do thotë kjo? As është e varur dikund, po as është e mbështetur. Dhe kjo rënje vazhdon për fat keq. Fundin ende nuk ja shohim, nuk duket se ku do të përfundoj. Prandaj le të jetë edhe këtu nëpërmjet valve të TV-s si një apel që ato organe që janë kompetente për këto të nisin të ndërmarrin masat e duhura që të mund mos vim në një kolaps të tërë. Edhe me që kemi shpresa, ja këta nxënësit tonë, kemi si shenjë se ka kapacitet. Nuk jemi një popull që nuk mund bëjmë, çmos mund bëjmë, por na mungon organizimi, na mungon përkrahja shtetërore, na mungon disa kushte të cilët shumë lehtë mund të arrihen nëse ka besim dhe sinqeritet të ndërsjellët. Nga ana tjetër edhe prindit kohën e fundit janë bërë shumë kështu them në aspektin e përgjegjësisë, diçka kanë lënë pas dore nxënësin e vet, fëmijën e vet, duke menduar se ja ka plotësuar të gjithë kushtet, edhe ai ka kryer obligimin përkundrazi, me celular të mirë, me veshje, me mbathje, me gjitha ushqimet, por nga aspektin e mësimit, edukimit shumë nivel të ulët. Edhe kjo, të them drejtën, shumë më bërngos. Arsimtar, unë ju falenderoj shumë që ishi sot pjesë e emisionit tonë, ju përgëzoj për punën tuaj që vazhdoni ta bëni në edukimin e brezave të ri, sidomos këtyre të rinjeve të cilët po sjellin vetëm suksese. Faleminderit që na nderuat. Faleminderit dhe nga ftesa prej jush. Besojmë se së shpejti do shifemi përsëri. Sigurisht. Faleminderit vajza që ishi pjesë e emisionit, ju përgëzoj për çmimin që e keni marrë. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetet e ditës, ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, radha është për blokun e parë publicitar.